3 maj shënon ditën botërore të lirisë së shtypit, një datë që sjell në kujtesë parimet themelore të lirisë së medias në mbar botën, për të mbrojtur atë nga sulmet dhe për të nderuar gazetarët që kanë humbur jetën në ushtrimin e profesionit të tyre. Dita botërore e lirisë së shtypit u shpall nga Asambleja e Përgjithshme e OKB-s në vitin 1993, pas një rekomandimi të miratuar në sesionin e 26 të Konferencës së Përgjithshme të UNESCO-s. Tema e ditës botërore të lirisë së shtypit për këtë vit është raportimi në botën e re të guximshme, ndikimi i inteligjencës artificiale në lirinë e shtypit dhe medias. OKB thotë se rritja e shpejtë dhe përdorimi i inteligjencës artificiale po ndryshon gazetarinë, median dhe lirinë e shtypit në mënyra të mëdha, ndërsa parimet e medias së lirë, të pavarur dhe pluraliste mbeten vendimtare. Ndikimi i inteligjencës artificiale në mbledhjen, përpunimin dhe shpërndarjen e informacionit është i thellë, duke paraqitur si mundësi inovatore ashtu edhe sfida serioza. Prezenca e OSBE-s në Shqipëri ka reaguar në këtë ditë duke theksuar se liria e shprehjes dhe një media e pavarur janë thelbësore për një demokraci të gjallë dhe të qëndrueshme, ndërsa ndalet edhe te sfidat me të cilat përballet shtypi shqiptar. Ne mirpresim hapat e fundit të ndërmarra për të forcuar mbrojtjen e gazetarëve duke përfshirë caktimin e një pike kontakti të dedikuar të policisë së shtetit për sigurinë e gazetarëve. Këto janë zhvillime të rëndësishme, por sfidat mbeten. Profesionistët dhe organizatat e medias vijojnë të përballen me kërcënime dhe trysni, duke nënvizuar nevojën urgjente për të garantuar sigurinë e tyre dhe për të mbështetur një mjedis mediatik pa presione politike dhe ekonomike, ku të lulëzoj gazetaria e pavarur. Gazetarët luajnë një rol të kyç në vënien e pushtetit përballë llogaridhënies dhe besimi i publikut në punën e tyre, varet nga përkushtimi i fortë ndaj standardeve profesionale dhe etike. Me këtë rast, prezenca e OSBE-s në Shqipëri thekson mbështetjen e saj për nismat reformuese dhe platformat e dialogut që mbrojnë lirinë e shtypit dhe promovojnë gazetarinë e përgjegjshme në Shqipëri, thuan ndër të tjera në reagimin e OSBE-s. Por si e gjeti hapësirën mediatike shqiptare ky 3 maj, vetëm një ditë më parë u publikua raporti i organizatës ndërkombëtare Reporterët pa kufi, që tregonte sfidat me të cilat përballen mediat. Në raport theksoi se në Shqipëri liria e shtypit dhe pavarësia e medias kërcënoheshin nga konfliktet e interesit midis botës së biznesit dhe asaj politike. Një kuadër ligjor i mangët dhe rregullim partijak, gazetarët ishin viktima të akteve të friksimit nga politikanët dhe krimi organizuar. Media më me ndikim e sektorit privat në Shqipëri është në pronësi të një grushti kompanish që ka lidhje me botën politike dhe në sektor shumë të rregulluar si ndërtimi, ndërsa ka qindra media online në vend vetëm një numër i vogël i tyre ka një model biznesi të qëndrueshëm dhe financimi transparent. Kjo panoramë tregon se ka ende shumë punë për të bërë që të mbizotërojë në vend pavarësia e medias dhe liria e gazetarëve.